Në këtë pikpamje, doktrinat fetare, në këtë rast doktrina muslimane, ndihmon për njeriu që të bëjë një lloj autodisiplinimi të vetes, duke besuar që të bëjë diçka që i shërben atij. Kam përshtypjen që këto festa, siç është rasti i Fitër Bajramit dhe agjerimit që u mbajt gjatë një muaji, ka jo vetëm të pjesën transcendentale të besimit dhe lidhjes me Zotin, me urdhëresat e tij, që kjo është tipike për muslimanët, po kam përshtypjen që me sa kam lexuar dhe me sa kam ndjekur, ka dhe efekte të tjera që kanë të bëjnë me deontologjinë, me moralin dhe me shëndetin e njeriu. Kështu që kam përshtypjen që problemi është kompleks dhe ndikimi është kompleks. Dhe nuk është rastësi fakti që këtë ritual fetar, të themi të urdhëres të Zotit e ndjekin jo vetëm besimtarët tradicional, pra gjyshit, të themi, apo prindrit e fëmijëve, po ka dhe fëmijë të sotshëm që ndjekin këtë ritual, duke besuar në vlerat morale të saj. Qartë. Azreku, një pyetje që lidhet disi më personale, por po lexoja disi informacionet rreth jush, edhe nëse mundem të pyes, në momentin kur vendosët që edhe të shfaqeshit në publik me vendosjen e shamis, besimi ndoshta më i shfaqur, duke ja treguar edhe të tjerëve, apo duke kërkuar që të jenë në rrugëtimin tuaj, në formë miqësore dhe dashamirëse, jo impenjative. Ka qenë i vështirë për ju, ka qenë mbështetës, ka qenë një hap e cila e gjeti, po themi atë terrenin rreth e përqark edhe me miqtë tuaj, apo disi ka pasur dhe skeptik? Unë nuk e di nëse duhet ta cilësoj fat apo jo, por fatmirësisht ka qenë një hap i mirëpritur nga të gjithë. Mbase për arsyen sepse deri diku ata e dinë që unë kam qenë praktikante besimtare dhe edhe mund ta prisnin deri diku. Por ka qenë mirëpritur. Si do të ishte situata, në kushtet në cilat unë gjendesha për kundrejt vendimit që unë kisha marrë vendosjen e shamis, patjetër që agjimi do të ndikonte që unë të kthehesha pas apo të lëkundesha. Janë vendime që merren me zemër, janë vendime të brendshme, të cilat janë të mirë menduara dhe kur merren për më tepër në moshë marrore, absolutisht pa asnjë lloj le të themi influencë të jashtme. Normalisht që është kënaqësi e brendshme, kënaqësi shpirtërore që ti merr kur e zbaton këtë gjë dhe absolutisht nuk të ndikon qoftë edhe një fjalë e hedhur më tepër, qoftë disa shqetësime, qoftë disa paragjykime etj. Për fatin tim të mirë nuk i kam hasur të themi këto paragjykime të paktën jo në mënyrë të drejt për drejt me mua mbase në ambientin që unë kisha patjetër se edhe mund të thuaj diçka, por nuk më janë drejtuar mua në mënyrë të drejt për drejt, mbase ka të bëjë deri diku edhe me tipologjinë e njeriu, që pra sa unë i lë hapësirë tjetrit për të komunikuar diçka, për të komunikuar mbi vendimin që unë kam marrë, sa unë i lë mundësinë tjetrit që të japi opinionin e tij, qoftë nëse i pëlqen apo nëse nuk i pëlqen vendimi im. Pra, në momentin që ne jemi në këto hapa, në momentin që kemi zbatuar thjesht atë që ne kemi dashur, përveç pastaj pjesës së islamit e tjerë rregullave e tjerë, në momentin që jemi të bindur me veten tonë, çdo gjë le të themi zbehet edhe nuk ka më tepër vështirësi, sepse ajo bindja jonë që sundon mbi gjithçka tjetër. Kështu që për fatin tim të mirë nuk kam pasur problematika, por për kundrejt saj normalisht gjithmonë jam munduar që të kemi një çastje pozitive me gjithkon që ka qenë qoftë edhe kurioz për të më pyetur apo për një informacion më tepër. Asnjëherë nuk kam lëshuar, sepse Islami është i bukur. Islami nuk është vetëm ndalesa. E bukur e Islamit është gjërat që neve na lejohet të bëjmë. Pra kënaqësitë që ne mund të marrim, shpërblimet që ne mund të marrim. Shpeshherë edhe nuk të keq komunikohet si gjë, sepse shumë praktikantë të themi mund të kenë dhe shabllon gjës dhe të shprehin për kundrejt të tjerëve që kjo nuk lejohet, 1, 2, 3, 4 pika, por e bukura e gjës është çfarë na lejohet, çfarë na jep kënaqësi dhe për çfarë ne shpërblehemi. Pra, le të jetë qasja jonë kundrejt të tjerëve pozitive, le të jetë qasja jonë në atë mënyrën që ti ofroj të tjerëve komoditet dhe t'i ftoj për mirë, jo t'i bëj të ndjehen më të ftohta apo më të larguar. Gjithmonë kam synuar në këtë lloj pikash, për t'i afruar dhe për t'ia bërë gjën absolutisht më të dashur, pikërisht ashtu siç është, jo për ta shitur të tillë, po sepse gjëja e bukur është ajo që ne marrim si feedback mbrapsht, ajo që ne ndjejmë dhe patjetër në këtë pikë kemi edhe pozitivitetin e të tjerëve. Pra, ashtu si ne do i qasemi të tjerëve, ashtu do na qasen ata. Interesante, shumë e bukur si
si gjetje, ndërkohë zoti Tushi, nëse mund të pyes në mënyrë të drejtë për drejtë, a vijojmë të jemi paragjykues si shoqëri në ditët e sotme në raport me fen? Jo, unë gjykoj që në shoqërinë shqiptare, dhe kjo është sui generis një vlerë e madhe e shoqërisë shqiptare që ka një tolerancë fetare, se këtë sloganin e tolerancës fetare herë pas here kemi filluar ta zhveshim nga përmbajtja, po unë mendoj që është me të vërtet një kapital i madh i shoqërisë shqiptare, fakti që këtu bashkëjetojnë ekzistencialisht në mënyrë paqësore të gjitha format kryesore, të paktën besimet fetare që praktikohen në shoqërinë shqiptare dhe kanë përshtypjen që ka një lloj respekti reciprok ndaj besimtarëve dhe ndaj doktrinave të njëri tjetrit. Nuk është gjë e zakonshme, nuk është gjë që ndeshet fort shpesh kaq shumë ky realitet social që ndeshet në shoqërinë shqiptare, dhe besoj që është një merit që na bën të jemi krenarë dhe në nivel global. Domethënë, këtu ka një lloj harmonie fetare me të vërtetë të mrekullueshme që është një vlerë besimtarët e secilës feje në mënyrë respektive praktikojnë, besojnë në doktrinat e tyre kryesore, të feja e krishterë, feja muslimane, e respektojnë njëri tjetrin, bile siç e keni parë në të gjitha llojet e ritualeve që zhvillohen her pas here, e urojnë njëri tjetrin, dhe ky fakt është shumë i rëndësishëm, sepse imagjinoni, jetojmë në një botë ku fundamentalizmi fetar është bërë një nga